Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Kjo grua hëngri një mollë në ditë dhe rezultati i la të gjithë pa fjalë. Molla është një nga frutat më të kultivuara në planet. Ajo është e mbushur me fibra dhe antioksidant. Molla gjithashtu përmban vitaminë C. Kjo është vitamina më e rëndësishme në trupin e njeriut, e cila përmirëson shëndetin e përgjithshëm dhe sistemin imunitar. Quercetin. Ky është një lloj flavonoidi që përmirëson shëndetin e lëkurës dhe eliminon gjithashtu radikalet e lira. Bor. Kjo substancë ju ndihmon që të keni eshtra të fortë dhe njëkohësisht të shëndetshëm. Pektin. Një sasi e madhe e pektinës nga ana tjetër do të kontrollojë kolesterolin e keq dhe do të ulë nivelet e glukozës dhe presionin e gjakut në trupin e njeriut. Konsumojeni mollët me lëkurë sepse shumica e vitaminave gjenden në lëkurë. Konsumi i mollëve lëviz ushqimin pa probleme nëpërmjet traktin e tretjes në sajt të pranisë së fibrave. Molla rrit kolesterolin e mirë dhe ul nivelin e kolesterolit të keq. Përveç përfitimeve që janë përmendur, konsumi i mollëve gjithashtu parandalon prishjen e dhëmbëve duke i mbajtur ata të pastër dhe të shëndetshëm. Mollët, sipas ekspertëve, janë të pasura me antioksidant të fuqishëm dhe të përkryer kundër plakjes dhe ndihmojnë për të kapërcyer problemet e shëndetit apo për t'i parandaluar ato. Mollët janë një burim tepër i shkëlqyer i ujit dhe i vlerave ushqyese. Sipas ekspertëve, një mollë e cila është rreth 100 gram përmban rreth 53 kalori dhe është lehtësisht e konsumueshme për çdo. Sipas ekspertëve, ju duhet të dini se mollët janë të shkëlqyera dhe vlerat e këtij fruti rriten për shkak të vitaminave të shumta që përmban, por edhe fal përbërjes së saj. Sipas ekspertëve, në një kokër mollë do të gjenden rreth 2.1% e fibrave, veçanërisht pektina, e cila është një fibër e tretshme dhe e çmuar për organizmin ton. Mollët gjithashtu janë të pasura edhe me antioksidant të fuqishëm dhe të përkryer, siç e përmendëm, ato parandalojnë plagjen dhe ndihmojnë për të kapërcyer problemet e ndryshme të shëndetit apo edhe për t'i parandaluar ato. Mollët janë gjithashtu një nga 10 ushqime të cilat ndihmojnë në tretjen e djamit, ndaj edhe ngrënia e një molle 15 minuta para ngrënies do t'ju ndihmojë për t'u ngopur dhe ju do të hani më pak. Kjo është një mënyrë shumë efektive për të ndihmuar që ju të humbisni në peshë. Molla përmban pektinë, e cila është e njohur që ju të ndiheni të plotë dhe kjo ndjenjë-ngopjeje do të zgjasë njëkohësisht për një kohë të gjatë. Për mbrojtjen e kockave, studiuesit francezë gjetën se një flavonoid i quajtur floridizin është gjetur vetëm te mollët dhe mund të mbrojë gratë në fazën postmenopauzë, osteoporozën dhe mund të rrisë densitetin e kockave. Azma. Një studim i kohëve të fundit tregon se fëmijët me azmë që pinë lëng molle në baza ditore vuajnë më pak se fëmijët që pinë lëng molle vetëm një herë në muaj. Një tjetër studim tregon se fëmijët e lindur nga graçet të cilat hanë mollë gjatë shtatzanisë kanë shkallë më të ulët të azmës se fëmijët, nënat e të cilëve hanë rrallë mollë. Alzheimer. Një studim bimi në Universitetin Cornell zbuloi se quercetina në mollë mund të mbrojë qelizat e trurit nga dëmtimet e radikaleve të lira që mund të çojnë në sëmundjen e Alzheimerit. Kolesteroli. Pektina në mollë ul kolesterolin e keq. Njerëzit të cilët hanë 2 mollë në ditë mund të ulin kolesterolin e tyre me më shumë se 16% në ditë. Zorra e trashë. Kërkime të tjera treguan se pektina në mollë ul rrezikun e zorrës së trashë dhe ndihmon
në mbajtjen e një trakti të shëndetshëm në tretjen e ushqimit. Mëlçia. Ulumtimet gjetën se minë të ushqyer me ekstrakt nga lëkura e mollëve kishin një rrezik 57% më të ulët të sëmundjeve të mëlçisë. Diabeti. Konsumimi i mollëve ul nevojën e trupit për insulinë dhe mund të ndihmojë në menaxhimin e diabetit. Dhëmbët. Vetit natyrore të acidit në mollë ndihmojnë për të mbajtur të pastër dhëmbët dhe fryma juaj mban njerë shumë herë më të mirë. Kur ju hani mollë, fibra ju pastron në dhëmbët, ndërsa vetit antivirale të frutave nga ana tjetër i mbajnë bakteret dhe viruset sa më larg. Përtypja e një molle gjithashtu stimulon edhe prodhimin e përshtymes në gojën tuaj, e cila ndihmon në reduktimin e prishjes së dhëmbëve nga ulja e nivelit të baktereve. Zorra e trash. Konsumimi i mollëve ndihmon në parandalimin e sëmundjes së zorrës së trash. Një studim ka zbuluar se mint të ushqyer me ekstrakt nga lëkura e mollës kishin një rrezik 43% më të ulët të zorrës së trash. Kërkime të tjera treguan se pektina në mollë ul rrezikun e sëmundjes së zorrës së trash dhe ndihmon në mbajtjen e një trakti të shëndetshëm në tretjen e ushqimit. Një tjetër sëmundje e cila mund të parandalohet duke ngrënë mollë është sëmundja e mëlçisë, kur sipas studimeve është vlerësuar se ekstraktet nga lëkura e mollëve ulin në rrezikun me 57% të sëmundjeve të mëlçisë. Konsumimi i mollëve ul nevojën e trupit për insulinë dhe mund të ndihmojë në menaxhimin e diabetit. Një studim i vitit 2025 ka gjetur se gratë të cilat hanin të paktën një mollë në ditë kanë 28% më pak gjasa që të zhvillojnë sëmundje të diabetit sesa ato të cilat nuk e konsumonin mollën. Molla lufton astmën. Një studim amerikan ka treguar se sasia e madhe e vitaminave dhe elementeve ushqyese molla ndihmojnë në reduktimin e simptomave të astmës. Substancat e pranishme të molla pastrojnë rrugët e frymëmarrjes. Ndihmon në dieta. Molla ka pak kalori dhe si e tillë ajo është e përshtatshme të përdoret nga personat të cilat duan të bien në peshë. Ajo krijon ndjesinë e ngopjes dhe rregullon florën intestinale. Falë sasisë së madhe të fibrave, ajo mban nën kontroll kolesterolin dhe glikemin. Fibrat si pektina arrin që të ulin nivelin e kolesterolit në gjak duke zvogëluar rrezikun e iktusit apo sëmundjeve të zemrës. Gjithashtu ajo ndihmon pacientët edhe me diabet, pasi ajo ul nivelin e glikemisë në gjak. Ndihmon edhe në rastet e diarres. Pektina, e cila gjendet tek molla, ka aftësinë të transformohet në një shtresës mbrojtëse për muret e stomakut, të cilat në rastet e diarres janë të irrituara. Ka një efekt laksativ. Sipas ekspertëve, molla njihet për vetitë e saj laksative në rast kapslloku. Ekspertët sugjerojnë që ju të konsumoni një mollë të pjekur në ditë për të zgjidhur problemet e kapslokut. Aleati i bukurisë. Lëngu i një molle të freskët i bashkuar me atë të limonit tonifikon lëkurën. Një maskë e përgatitur me mollë të pjekur në qumësht ndihmon në shtrirjen e lëkurës duke minimizuar rrudhat, ndërsa lëkurat e thata bëhen më të buta me një maskë me mollë të grirë dhe kos. Mirëpo duhet të dini se informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultoni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato.
Faleminderit që e patë videon ton. Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.